Kemi 20 fëmijë. Mirë, keq nash. Familjen Keq. vetë, me punë mirë. Kështu që mendoj që ke punu drejt, ai ka punu drejt, i ka i njëmën njerëzve dhe ka në shtetin mas parit, nuk e kriju një siguri njerëzve, fëmin i ke nëru, familjet i ke nëru, se shpesher thamë, ata që në nërujnë familjet, në nërujnë edhe neve. Ta është fushat e ke dhe një premtim ko gjafuar Mitrovic, ti e ki jatë farë stogonin, Mos shëpe, edhe unë jam qasej që se shëjpe e uju, mos më klimës e neve shpremtim, që si që se realizon, tani na nuk shojnë apë. Aja xhami për mu nuk është xhami, ma shumë se xhami u dishka, se aja mas pore simbolizon, është e vërtet që çështja e fesë, është një simbol edhe i bashkimit, se lunë një rol bukur të madh, po normal edhe aspektin e bashkimit, edhe aspektin fektar, edhe në aspektin kombëtar, edhe në aspektin e shumë seneve, edhe mu m'je mirë që e ke përmen. Se shembull se 41 vjet jam punëtor i Bashkisë Islame, që 26 mas luftës, edhe dora shtetit si huaj s'u ka prek halo kur. Hera porke, kur Ministria Kulturës edhe i rinovoja 6 xhamia, 7 xhamia, 4 milionë diçka sa kjo ajo e shumë. Edhe mu jo që s'ka pas mundësi me ngashta me bëu edhe vetë Bashkia Islame, ama është një farë kënaqësie kur shteti të prek me dorë. Valla Osman, falenderit shumë. Na jena shumë mirë njerëz se falenderus për rolin kombëtare, fetare, shoqënor që e ke me fjalët e tuaja shumë turta edhe me rrjetin e miqve dashamirëve që ke kriju në shumë vite në të gjitha etapat e zhvillimit të popullit e shtetit tonë prej para luftës, gjatë luftës edhe tash mas luftës. Gjithashtu është gjithmonë kënaqësi dhe personale jamja mu taku me juve, se unë sa herë takohemi dëgjoj prej teje diçka që jo se kum dëgju prej teje ma heret, por prej tërkujt tjetër. Do të na e ka lënë sloganin ajo fjala urte e plagës, nga qyshku i pes, më lëshope, na atë do ta njekim deri në fund.